Sura El Felek. Cila është shkaku i zbritjes së kësaj sureje? Surat Felek dhe Nas janë dy sure që i kanë zbritur profeti Muhammed a.s. për shkak se ati i kishte bërë magji një magjistar që jetonte në Medinë. Allahu dërgoi engjëllin Xhibril që i tha dy surat mbyllëse të Kuranit sa herë ai i lexonte këto dy sure prishej magjia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad ومن شر حاسد إذا حسد. Surja El Felek në Shqip. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, thuaj, i mbështetëm Zotit të agimit, për dëmit të çdo krijese që ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhen dhe frejnë në nyje, edhe prej dëmit të smirëkeqit kur vepron sipas mirës. Tefsiri i shkurtër i surës El Felek, ajeti i parë. Kjo sure është urdhër nga Allahu që i drejtohet profetit Muhammed a.s. që t'i mësojë këtë sure edhe të tjerëve. Kjo është forma e mbrojtjes hynore që njeriu duhet ta kërkojë duke ju drejtuar Allahut, Zotit të botave. Tefsiri i shkurt i surës El Felek, ajeti 2. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga magjia, syri i keq, shejtanët, gjindët, nga insektet dhe kafshët dëmtuese. Çdo gjë që është e keqe ne e lutim Allahun që të na mbrojë dhe shpëton. Ne i drejtohemi Allahut për ndihmë e mbrojtje. Tefsiri i shkurt i surës El Felek, ajeti 3. Ne i kërkojmë mbrojtje Allahut nga errësira e natës kur dielli ka perënduar. Në një hadith, profeti Muhammed a.s. në thotë t'i fusi fëmijët brenda në shtëpi, ku perëndon dielli sepse shejtanët shpërndahen në atë kohë, dhe në qoftë se kemi ushqim të zbuluar në shtëpi, gjatë natës e në duhet t'i mulojmë. Tefsiri i surës El Felek, ajeti 4. Ne kërkojmë ndihmë tek Allahu që të na mbrojë nga magjistarët që bëjnë magji duke fryrë e lidhur nyje për t'i dëmtuar njerëzit. Tefsiri i shkurtër i surës El Felek, ajeti 5. Ka plot të njerëz që ka të zili dhe smira që nuk ta duan të mirën. Kur Allahu e bekaton njeriu me të mira, njerëzit e tillë të marrin mësues nga zilia në zemrën e tyre. Prandaj Allahu na ka zbritur këtë sure që të na mbrojë. Dobitë e surës Felek. Mbrojtje nga çdo gjë e keqe. Profeti Muhammed a.s. e lexonte çdo ditë. Qetësi dhe siguri shpirtërore duke na larguar frikën. Mëson besimin e pastër duke kërkuar ndihmë nga Allahu. Mbrojtje për fëmijët. Familjen lexohet tek zikri i mëngjesit dhe mbrëmjes, gjithashtu dhe para se të flejmë, gjumë nga 3 herë.